Ja si do t'jetë bota në vitin 2070? Kush nga ju mendon se në vitin 2070 do t'jetë ende gjallë? Dhe sa nga ju mendojnë se nuk do t'jetojnë më? Në vitin 2070, aeroportet do t'jenë super teknologjik, do t'ket hotele luksoze në fund të oqeanit dhe do të shijoni një drek në restorant sipër në orbit. Madje në vitin 2070 do të shkohet për vizitë në Mars dhe udhëtimet do të bëhen me makina fluturuese dhe tepër teknologjike, të papara ndonjëherë. Nuk do të ketë pasaporta si sot, por identifikimi i pasagjerëve do të bëhet nëpërmjet të ashtu quajturës firmës kardiake dhe me një teknologji biometrike super të sofistikuar. Nëpër avione nuk do të mungojnë ekrane dhe dispozitivët optoelektronik për secilin pasagjer gjatë udhëtimeve. Shoqata e udhëtimeve financiare UBS ka llogaritur që fitimet e udhëtimeve në hapësirë do të arrijnë $3 miliard brenda vitit 2030 dhe në vitin 2070 do të arrijë shifra kolosale. Telefonat smartphone në vitin 2070 do t'jenë super të avancuar dhe telefonat që përdorim sot kur t'i nxjerrim nga sirtari ku i kemi ruajtur do të na duken primitiv, sikur dhe telefonat që përdornim në vitin 1990. Merreni me mend që tani në Kinë është krijuar një telefon që paloset sikur të jetë një byrzylyk plastik. Pra jemi në fillimin e një epoke ku njeriu dhe teknologjia do të shkrihet në diçka të vetme, sepse çdo gjë që mendoni do të realizohet me teknologji. Madje kompjuterat e së ardhmes do të funksionojnë nëpërmjet mendimit dhe nuk do të lodheni së shkruari me gishta, sepse çdo gjë do e shkruani me anë të mendimit. Pjesa dërmuese e trupave njerëzor do të jetë cyborg, sepse çdo organ që nuk do të funksionojë mirë do të zëvendësohet me diçka robotike. Nafta, benzina dhe distributorët që shihni nëpër rrugë sot dhe nëpër qytete nuk do të ekzistojnë më dhe brenda shtëpive do të keni aq pajisje sa ju nevojiten, pra pa shpërdoruar as edhe një gjë. Parat që lëvroni sot në përduar nuk do t'i shikni më, sepse shitje blerjet do të bëhen nëpërmjet pulsit. Madje nëpër supermerkate nuk do të shikni më as një punëtor dhe pasi të keni marrë ato çka ju duhen, do të pagoni me puls, pra në mënyrë digjitale, dhe nëse keni nevojë për asistencë, mund t'i drejtojeni një roboti. Përshëndetje, kush nuk e ka bërë ende, do t'i lutesha nëse është e mundur t'i bëni like faqes. Juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe. Dhe tjetra, që është shumë e rëndësishme, ky është i vetmi kanal Nadir Mura. Çdo kanal tjetër që nuk mban emrin tim Nadir Mura është fake. Dhe kështu që ju informoj që të keni kujdes, sepse shpesh ndodhin edhe keq kuptime. Ju faleminderit që gjendemi për herë bashkë. Kalofshin ditë bukur. Shërbimet e shpejta, pra posta, do të kryhet nëpërmjet robotëve ose dronëve. Madje orët e punës do të jenë shumë pak dhe pagesa shumë e mirë. Tani ju pyes, sa i besoni ju inteligjencës artificiale? A thot të vërtetën? Ky pra është rezultati që nxorën studiuesit kur e pyetën inteligjencën artificiale se si do të jetë bota në vitin 2070. Dhe tani kam një pyetje për ju. Sa vjeç do të jeni në vitin 2070? Mungojnë 45 vite, kështu që unë do të jem fiks 100. Shpresoj që inteligjenca artificiale të bëjë ndonjë mrekulli në mua, që mund të shihemi sërish këtu në Facebook dhe të kujtojmë këtë video argëtuese. Pres komentet tuaja dhe më thoni se sa vjeç do të jeni në vitin 2070. Shpërndajeni këtë video dhe mos harroni t'i bëni like.